Atëherë, në rast parë një herë të kujtojmë që nuk është gjithë forca policore. Këtu jemi duke folë për urdhrat dhe ata që japin urdhrat policisë. Po ti vjen re dhe çfarë shifet dhe në rrugë dhe në shes dhe çfarë del dhe në rrjetet sociale, vëmë re dy elemente të ndryshme. Vëmë re shefat e policisë në sjelljet arrogante të tyre qytetarëve që dënohen aty në çast, e shohim nga ana tjetër pastaj policë thjesht që shkojnë ndihmojnë njerëz nevojë që i kemi parë dhe këto. Apo jo. Dhe nuk mund të shkojmë dhe të themi që gjithë trupa policore. Jo, aty janë bënë në krye të tyre disa njerëz që gjithë atë detyrën që duhet ketë policia e kanë kthyer mbrapsht dhe kujtoj që në çdo ndërhyrje ka një proporcionalitet. Pra, nëse goditen me vezë në çdo vend të botës, goditja me vezë quhet faqësore. Pra nuk quhet sulm apo dëm ndaj jetës dhe shëndetit të kërkuit. Sepse nuk ka ndodhur asnjëherë dëm madhore se u godit dikush me vezë apo me domate. Pra përdoren qëllimisht për të qenë një formë proteste që nuk shkakton dëme. Nga krau tjetër përgjigjja e policisë ka qenë arrestime, ka qenë goditje me ujë, madje duke u futur dhe rrugica, duke dëmtuar aty dhe biznese dhe njerëz që banojnë aty se ai gazi shkon në shtëpiat e gjithkujt. Ndërkohë që përballë kishin çfarë të rinj, moshuar, fëmijë dhe vezë. Dhe këtu u goditen në formën më të çuditshme me sikur po sulmoheshin me armë të rënda. Ndërkohë që zjarret djegin Shqipërinë, atje s'ka ujë për këta të rinj, për këta fëmijë, për këta nënat këtu ka ujë sa dush me kimikate, mund të përdoret dhe hyn çdo rrugicë, je apo si jeti i rrezikshëm, se drejtë për të protestuar kanë gjithë, edhe ai që mund të jetë për momentin duke shërbim dyqanin e tij, drejtë për të protestuar kanë gjithë, e për sa kohë nuk ka dhunë nga sheshi, nuk mund përgjigjesh në dhunë nga policia. E nuk mund përgjigjesh dot në arrestim. Po të vjen re juve diçka, se këto janë metoda të vjetra që neve i kemi parë në diktaturë, kanë pasur parë ton. A i lështojnë prapë këta? Me një, i marrin, i shoqërojnë. A i lështojnë prapë? Sepse nuk gjehet asnjë arsye pse i kanë çuar. Do të thotë që arrestimi është i paligjshëm, që këtu ka rënë diskutimi. Pra, nëse asnjë prej këtyre nuk vazhdon le të themi procesi penal, do të kam jurist fare për ta ditur këtë. Po nëse policia më merr, më çon rajon dhe pa kohë më pas më lëshon, atëherë pas kam bërë gjun. Ajo që ka bërë dëmin është policia. Pra, ajo po vepron në mënyrë të paligjshme. Tash ndaj këtyre arrestimeve të paligjshme, ka ndonjë lloj funksioni i shtetit? Sepse përndryshe policia këdo mund të bëjë këtë gjë, mund të shkojë ta marrë nga vendi vet i punës, nga vendi vet i banimit, nga rruga ku është duke kaluar, ta marrë, ti vej prangat, ta çojnë policia, ta majë atje kot, dhe pastaj pas një arsye ta lëshojë. Po kështu funksionon? Ky është shteti. Pra vetë arrestimet janë paligjshme. Do të thotë vetë policia po vepron jashtë ligjit, pa ligj. Se kjo është fjala e dur. Mund të ndodhë një numër i vogël arrestimesh paligjshme në një masë të madhe, nëse ndër 200 veta që ke arrestuar 5 vetë në shon se i ke kapur gabim, këtë ndoshta dikush edhe mund ta kuptojë, thotë një numër i vogël ka ndodhur gabimesh. Po këtu janë të gjithë të arrestuar në mënyrë të paligjshme. Që do të thotë që në fillim Drejtoria e Policisë ka marrë urdhrat e vet nga linja që neve dim tash më shumë qartë se kush komandon me të vërtetë Drejtoria e Policisë dhe vazhdojnë këtë lloj veprimesh më poshtë tek policët e thjeshtë që pastaj janë detyruar të zbatojnë. En ku rrezik kanë gjithmonë njerëzit. Dhe tashmë e kanë qartë gjithë në popull, sepse kur e thonte vetëm Partia Demokratike në protestat e saj, se njëjta gjë ndodhte në protestat e Partisë Demokratike, një dhunë jo proporcionale, arrestime të paligjshme me radhë. Ndoshta një pjesë, ndoshta edhe se kuptonte apo s'don ta pranonte. Tash është e qartë. Po ndodh ndaj gjithkujt. Njerëz që s'janë të përfshirë politikisht, njerëz që s'kan një rrymë politike të caktuar, por vetëm se duan rrëzimin e Edi Ramës. E atëherë patjetër krikës e Edi Ramës kjo nuk u pëlqen. Dhe reagojnë këtë lloj mënyre duke tentuar intimidimin. Po nëse veni re juve, nuk u ka funksionuar fare. Se kur vjen fundi, kur vjen zemrata popullore dhe zjen në një mënyrë kaq të madhe, asgjë s'mund bësh dot me këto. Kalojnë ato orat në komisariat. A unë i kam parë, janë pak a shumë po të njëjtit njerëz që arrestohen çdo herë që dalin më pas, thjesht karikohen më shumë. Dhe kjo është ajo që kupton që Edi Rama nuk di më çfarë bëj. Pra ka shkuar tek e fundit që i merr i arreston, i mban ca orë shpreson që të qetësohen me demek. E në fund fare janë njëjtët që rikthehen proteste një herë. Do të thotë fundi është i qartë, jemi në mesin e verës,
ku normalisht popullata mendon të pushime, do mendon të aktivin me familjen e marrën, e protesta vazhdon është e gjallë. Këtu jemi shumë qartë se çfarë po ndodh. Këtu po ndodh një ndryshim i madh mentaliteti shoqëror, këtu po ndodh një ndryshim i madh, do pasohet me një ndryshim i madh absolut i drejtimit të shtetit. Nuk shkohet dot përpara në këtë lloj mënyre me një qeveri e cila do që ndodhet jashtë kufive, po askënd që ndodhet brenda kufive.